Kush e solli dorën tinën është nga romanet më të bukur të letërsisë tonë nga Ismail Kadare. Erdha vet Konstantini, alo, qëndroni vdekur, një nuk o qu. Këngën që vendos me volum më të lartë në makinë është kënga Si Ai. Thonë që Si Ai ka bërë 1 milion euro fitimesh, e vërtet? Është e shkruar në yje në fakt? Apo ti mendon që njeriu e shkruan më shumë vet fatin e tij dhe suksesin e tij? Unë çdo ditë i shkruaj 3 faqe të si të zgjona prej gjumit, çka do të më bjen nërmen. Se kjo të ndihmon me reflektu, ndihmon më kon shumë e vetëdijshëm për veten. Po ashtu nikosisht e ndal një kritik mrena që është entitet në trurin tënd në momentin kur krijon. Te ke vënë që kur je në dhimbje, nuk i ke gjithë njerëzit me vete. Në gëzim, në fest, në atë frekuencën e bukur të muzikës, gjithë këndojnë, kërcejnë kur ti i suksesshëm. E vërtet. Njerëzit ju pëlqen fuqia e suksesit, duan të jenë afër. Po në fakt kur ke qenë ndonjë natë të vetmuar të jetës tënde, të vështirë, e ke vënë sa pak njerëz janë aty me ty dhe për ty? E vërtet, ju më kon me lot në sy kur e kom bo. Se ju më kon të i menu këtë momentet që kom menu që i kom pas do njerëz në jetë, po në fakt nuk ishin kon që ashtu që shko menu one. Në momentet vështira në jetë nuk shet dritë, e ki vetëm terë, duket që jemi një dhomë të vogël që nuk po mundesh me dalë për asaj dhome. Po pse bën ne trauma bond sipas këngës me një person që është më keq se ai tjetri? Njeri e ndron veç, domethënë, formën e trupit, se është i njëjti person. Ti e takon të njëjtin person në trup tjetër, nëse ti nuk e merr mësimin. 8 vite karrierë dhe për ta festuar vjen një album i ri i cili quhet Genesis. Çfarë do të thotë ky titull? E kom pa në ëndër, në fakt. Në Afrikë kur jam kon. Një muj kom najt, kom meditu në Tanzani. Çfarë të dha Afrika ty përveç albumit? Qatë shumë më ka pëlqy sa që e kom marrë një afrikane prej Afrikës, e kom pru në Kosovë, e kom bo asistente. Ej, sa bukur! Si është versioni romantik i Dorontinës? Si jam shumë romantike, ma shumë jam avoidant. Do me thonë, se cila femën e ka atë idenë dhe imaginatën e princit kaltër. Tash princin e kaltër, ata veç e gjeni trup, edhe ja vendosin që atë imaginat. Ai nështë asë është heq princi kaltër, ai është nështë shumë ordiner. Kur e ke taku për herë të parë dashurinë? Që unë, dashurinë e parë edhe të vetë me njetë, më ka pas bo follow Justin Bieber. No!